Nuk kanë fund skandalet me Rex Byberin e Tropojës, edhe pse ka vjedhur miliona, sërish drejtësia vion të jetë e dobët përballë tij. Spak arriti ta jetojë dhe vendosi në arrest shtëpie, por gjërat kanë ndryshuar rrugës dhe Byberi sot është kthyer atje ku ishte, në detyrë dhe i plot fuqishëm. Më 4 mars 2025, Spak dërgoi për gjykim kryetarin dhe zëvendës kryetarin e Bashkisë së Tropojës, Rex Byberi dhe Abedin Kërnaja, akuzohen për veprën penale shpërdorim detyre, më shumë se një herë e kryer në bashkëpunim. Por edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga dorëzimi i dosjes në GKK, ende nuk ka nisur gjykimi. Janë zhvilluar mbi 15 seanca dhe gjyqtarja Irena Gjoka nuk e kalon çështjen për gjykim. E njëjta gjyqtare ndryshoi edhe masën e sigurisë, duke liruar Byberin nga arresti shtëpiak. Më një kush, gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e kryebashkiakut për lirimin nga arresti shtëpiak. Për Byberin, GKK-u caktoi masën e sigurisë detyrim paraqitje, por duket se vesi del me shpirtin. Sipas burimeve të pamfletit me rikthimin në detyrë, Byberi ka filluar avazin e vjetër, atë të abuzimeve me tenderët. Dhe abuzimi më i fundit është me tenderin ndërtimi i rrugës Autokika, Gjarpri Dragobis Qafpaj, me fond limit 82.9 milion lek, i cili ka 3 vendime KPP për të zbatuar dhe nuk zbatohet, dhe një vendim të gjykatës administrative të apelit. Më 3 nëntor 2025, gjykata e apelit administrative ka marrë vendimin numër 92 duke vendosur refuzimin e kërkesë padisë së Bashkisë Tropoj dhe lënien në fuqi të vendimit të KPP, por KVO-ja e Bashkisë nuk vepron me urdhër të Rex Byberit.